Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, Zotin e bodhve. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut azza wa jall, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Lavdë dhe paqja e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vazhdojmë me shpjegimin e librit Kitabul Kabair, mëkatet e mëdha, i autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab radhiyallahu anhu wa rahimahullah, i cili në vazhdim flet pas kapitullit të fitneve, flet për mëkatin e madh, mëkatin e vrasjes. Ta'zim qatli an-nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq. Madhështia e vrasjes së njeriu të pafajshëm, atë pra që Allah azza wa jall e ka ndaluar vrasjen e tij pa të drejtë. Dhe e ka përmend këtë shprehje për arsye se vrasja është ndër mëkatet më të mëdha. Dhe e ka sjell vrasjen si kapitull pas fitneve për arsye se ndër shkaqet më të mëdha të vrasjes janë fitnet dhe kaoset që bëhen. Pra, kaoset dhe fitnet rezultojnë në vrasje të shumta, në derdhje të gjakut. Andaj e ka përmend autorin në mesin e këtyre kapitujve ose pas kapitullit të fitneve. Fillimisht sjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose më saktësisht fjalën e Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhu, i cili përcjell nga pejgamberi alayhis salam një çështje për cilën ose si tregim thot Salim ibn Abdullah, Salimi djali i Abdullahit, Abdullah ibn Omerit, thot i është drejtu banorëve të Irakut. Ja ahl al-Iraq, ma as'alakum an as-saghira wa arkabakum lil-kabira. O ju banorë të Irakut, sa shumë pyetni për mëkate të vogla, ndërsa sa shumë bëni shkelje të mëdha, mëkate të mëdha. Pra i qorton me këtë. I qorton se ju pyetni për mëkate të vogla, bëni shumë pyetje rreth mëkateve të vogla. Mirë po, bëni shumë mëkate të mëdha. Dhe vazhdon e thot, Sami'tu abi, e kam dëgju babën tim, pra Abdullahin, radiallahu anhu, i cili e ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të këtë thonë, innal fitnata taji'u min ha huna. Sa ti dërguar e sëmë, fitneja do të vjen nga andej dhe bën me shenjë drejt lindjes. Sot nahwa al-mashriq min haythu yattali ose yatlau qarnu shejtan, drejt lindjes nga lind brini i shejtanit. Ndërsa ju e vritni njëri tjetrin. Do me thonë, ju jeni ata që pyetni për mëkate të vogla, më saktësisht këto tregime të tjera shpërcjell se ka vetë dhe ka pyet kur njeri është muhrim, është në ihram, cili është gjykimi nëse e myt një mizë. Sot ju po mytni për gjakun e mizës nëse shkakton njeri, pra myt mizën, kurse andej merr një pjesë në kaose, në fitne ku vrohen njerëz. Sot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, pra dhe ju në lindje atje do të ketë fitne, dhe prej andej do të vinë fitnet, prej Irakut, dhe do të ketë vrasje në mes jush. Wa innama qatala Musa alladhi qatal, ndërsa thot, vazhdon e thot
Salimi rahimahullah, thot ndërsa Musaja alayhi salam e vrojti atë personin nga njerëzit e faraonit, që dini pa qëllim, i bën shuplak dhe ai vdes. Khata'an, gabimisht, jo me qëllim. E para pa besimtar, e dyta jo me qëllim, dhe thot çka i tha Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna." Sot Allah azza wa jalla dhe mbyte një njeri, pa fajshëm, po normal pa qëllim, sa të ne të shpëtuam nga brenga, cilat kish rëndu mbi ty dhe të sprovuam me shumë sprovë. Andaj, kjo është një qërtim për vrasjet të cilat ndodhin në kohë fitnesh, në kohë trazirash, kudo që jenë ato. Me qenë se është përmend në disa hadithe që shumë fitne do të vinë nga lindja, do të vinë nga pjesa e Irakut, megjithatë, kudo që ndodhin ato, çfarë do kohë që janë, thonë njëri tjeti kujdesshëm se në to ka fesad të madh dhe ka vrasje. Gjithashtu autori sjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton al-Miqdad radhiyallahu anhu, i cili thotë se i thash të dërguarit sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, si mendon nëse përmballem unë dhe një njeri prej pabesimtarëve dhe luftojmë me zveti, ai thot godet dhe ma prinjën në dorë. Dhe pastaj më shefet mas një pemë, një druni, dhe thot eslemtu lillahi, po bëhna musliman, e pranoj islamin për Allahun. E aktulu, ata vras, para një minuti ma hjeku dhe dorën. Jam armik në luft me të. Dhe më shefet mas një druni dhe një pemë dhe thot, po jam musliman, ose po bëhem musliman. Thot ata vras, thot pejgamberi sem, la taqtulhu. Mos e vrit. Mos e vrit. Fa innaka in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulah. Thot se nëse ti e vret atë, ai është në pozitën tone para se ti me vra, wa anta bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qalaha. Sot ndërsa ti je në pozitën e tij para se ai të thot fjalën të cilën e tha. Kjo ka nevojë për shpjegim, kjo fa shprehje, se ka njerë mundet me kuptu që, do të thonë, ti me vrasjen e tij je në pozitën e tij e bo pa besimtar, qëllimi është kështu. Do të thonë, nëse ti e vret, ai është në pozitën tonë para se ti me vrata. Në cilën pozitën tonë? Ti musliman e musliman. Ai bo musliman. Do të thonë, nuk ka dallim, nuk keni dallim. Po, para se me thonë shahadetin, është diçka tjetër. Mirë po në momentin që ti pe vret masi që ai ka dëshmu shahadetin, masi që ai ka pranu islamin, ai është në pozitën tonë. Ndërsa ti, masi që të vret atë, je në pozitën e ti para se me thonajnë këtë fjallë. Qka? Qysh ti ke pos drejt me vra, atë si pa besimtar, para se me thonë shahadetin, ti me vrasjen tonë, i e bo shkaktor që me tu leju vrasja jote, mor hak. Se tash, ti me këtë vepër që ke bo, duhet me të më mor haku jut për teje. Dhe më thonë, ti duhet të vritesh. Pro bëhet halal gjoku jut, bëhet halal jeta jote. Andaj të ti, me vrasje, nëse vret atë, pra ajo është në pozitën tonë, si besimtar, kurse ti ke bo tash një krim, ti tash ke bo një mëkat, i cili e hjek prej teje atë shajtrin, ose pa prekshmërinë e jetës tonë së gjokut. Gjithashtu,
autori ka sjell hadithin e radhës, në hadithin e radhës tregimin e njohur të Usame bin Zeid radiallahu anhuma, e cili thot, na dërgoi i dërguari sallallahu alaihi wasallam në një ekspedit, pra në një ushtri, drejt kabileve El Huruqat min Juhayna. Disa kabile ose nën kabile të prejes e kabiles të madhe, domethënë Juhayna, kabile shumë e madhe, atë këto nën kabile që na ka drejtu drejt tyne. Sot dhe kemi sulmu ata në mëngjes dhe unë bashkë me një njeri nga ensart e kemi ndjek paks një pabesimtar. Këta e kanë ik, a tu largu, tu ik, këta ju kanë lëshu mrapa. Sot, kur ju kemi afru ati, ta shtat 2 vetë, a i thot, la ilaha illallah. Thot, ky ensariu, thot, u përmbajt. O nalë, e tha shahadetin, o nalë. Po ky për vete të regon, fe ta'amtuhu bi rumhi, fe qateltuhu. Thot, e kom godit me shtizën time, thot edhe kumyt. Thot, kur ju më kësy, jemi kësy prej asoj beteje, dhe i ka shku loj me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më ka thonë, ja Usame, e qateltuhu ba'da an qala la ilaha illallah. O Usame, e ke vran masi që ka thonë la ilaha illallah. O Usame, e ke vran masi që ka thonë la ilaha illallah. E ke vran masi që ka thonë la ilaha illallah. Ka vazhdu pejgamberi të ja thonë këtë fjalë. Sa që ka mendu thot sikur, po, i thot ja Rasulullah, ja Rasulullah, inna ma qalaha muta'awidhan. Jo i dërgumi Allahut. Këtë e ka thonë vetëm sa për më mbrojt. Por nuk e ka thonë sinqerisht, ha. Kur e po shpatën, kur e po që jemi 2 vetë, atëherë për me shpëtu tha këta, vetëm për me shpëtu. Jo që prapë thot pejgamberi sa se më ka thonë, e ke vro masi që ka thonë la ilaha illallah. E ke vro masi që ka thonë la ilaha illallah. Në disa transmetime, e fela shaqaqta an qalbi, a mos e ke hap gjoksin e tij dhe zemrën time dita e ka sinqerisht ajo. Gjykimet janë bost jashtme. Sot kam shpresu ose kam mendu sikur t'ishte ajo dita e parë që ne kam pranuar Islamin. Pse sikur kjo fjalë për kjo vepër që kum bë, t'ishte para se më bë musliman. Pse? Që me Islami me ma shly këtë mëkat më se Islami shly çdo mëkat që është bë më herët. Mirë po tash përderisa unë jam musliman, e kom bë këtë mëkat madh. Dhe në transmetim tjetër të Muslimi përmendet kejfe tasna'u bi la ilaha illallah idha ja'at yawm al-qiyamah. Çka do të bësh me fjalën la ilaha illallah kur vjen ditën e Kiametit? Fjalë do të vjen me mbrojt thonsin e saj. Çka do të bësh me këtë? Kjo është pesha e fjalës la ilaha illallah. Pesa e atij e besimtarit që dëshmon këtë fjalë. Gjithashtu është përcjell në një transmetim që thuhet ka kërku, thot, o Zot, ja Rasulullah, thot, kërko falje për mu. Prap pejgamberi sa ja ka kthy me këto fjalë dhe këto shprehje. Kështu që kjo tregon se eron është edhe nëse gjitha shenjat aludojnë që ai njeri ka thonë vetëm për më mbrojt. Ku është fjala për ato që jeton me vite në Islam, që fal namaz, që është i përkushtuar. Sot Ibn Arabi rahimahullah, masi që komenton hadithin e radhës realisht që tash na vjen, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yazal al-abdu fi fushati min dinihi ma lam yusib daman haraman. Njeriu ose robi është në një hapësinë të madhe dhe gjona është i shlirë, përderisa nuk
ka derë gjakun e dikujt. Çka është kuptimi i kësaj? Ibn Arabi rahimahullah e komenton dhe shpjegon. Njeri përderisa ka vepra të mira, nuk ka prek gjakun e dikujt, nuk jetën e dikujt. Ato vepra të mira janë mundësi e madhe për ta. Mirë, por nëse ka vrarë dikën, këto vepra të mira ngushtohen. Pra s'munden me pas efektin me shlyt të me ka të madh. Do të na gjuna të madh. Dhe e kundërta, pra përderisa njeri sado që ka gjunohe, mundësia më shlyje shumë e madhe, mirë, por ky gjuna kaq i madh është problem të shlyhet. Dhe vazhdon e thot kjo dëshmon se, ose kjo është edhe parim i shariatit, është ndaluar me vra kafsha. Kafsh. Kanë so hadithet kërcënuese për ata që vrojnë kafshë, se i mbyllin ato syqesin as me hangër, as me pi, e mos lasim me vra njeri, e mos lasim me vra besimtar musliman, e mos lasim me vra njerëz devotshëm. Sa që të sa fraksione, kur bëhen kaose, trazira, nuk i kursejnë as njerëz më të devotshëm. Duke normal, paraprakisht, duke i gjyku si pa besimtar, me tekfir, pastaj edhe me vrasje, siç do të Khawarijt. Kështu që këto hadithe i sjell autori për këtë mëkat të madh, e padyshim është një nga 7 mëkatet e mëdha, Allahu na ruaj. Mirë po, autori në vazhdim flet për një kapitullin e radhës, i cili është bab tekthir as-sawad fil fitan. Atë kapitull që ndërlidhet me shtimin e numrit të një palë në fitne. Por edhe nëse njeri nuk e ka për qëllim vrasjen, edhe nëse nuk e ka për qëllim, nuk hin me qëllimet aty që i organizojnë ato fitne, ato gjana, vetë pjesëmarrja me shtu numrin e tyre, kjo është ndaluar. Por kapitullit më herët kanë folur për fitnen, që ndaluar me fitnet e tonë. Tash vetëm shtimi i numrit të tyre ose pjesëmarrja e cila tregon se është një numër i madh që ai tani si të merr pjesë ti dhe shton numrin e tyre, aty mo veç pritet momenti me shpërthy. Nëse një fitnë e vogël, nuk ka shumë njerëz, mundësia për mbikëqyrje mu kontrollu menaxhimi i saj është më i lehtë. Momentin kur fitnja mo përhapet, shumë njerëz marrin pjesë. Ndoshta një pjesë e madhe e tyre nuk e kanë qëllimin ose s'kan qëllim të keq, ose ndoshta kanë edhe qëllime të mira. Mirë po, pjesëmarrja në fitnë më e shpërthen. Mos mund ndalet. Andaj vetë pjesëmarrja në fitnë është ndaluar. Autori fillimisht sjell hadithin e Buhariut radhiyallahu anhu, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men hamala alejna silah fa laysa minna." Kush i mbart armët, pra ngrej armë kundër neve, ai nuk është prej neve. Pra kjo fjala nuk është prej neve, pra nuk është prej atyre që kanë plotësuar imanin obligativ, atyre që kanë i përmban fesë me cilën na kemi ardhur. Pra bëjmë mëkat të madh. Gjithashtu wa men ghashana fa laysa minna, ai që na tradhton neve, s'është prej neve. E ka përmend këto autori se zakonisht pjesëmarrja në fitnë i shtyn ata njerëz që ti marrin edhe armë pastaj. Se çdo fitnë njerëz nis me gjona më të vogla dhe mund përfundon deri te ndonjë kryengritje ose deri te një luftë civile ose një luftë mes besimtarëve. Kurse në vazhdim, autori sjell hadithin të cilin e ka shënuar edhe Imam Buhariu rahimahullah, ku përcjell nga Muhammed ibn Abdurrahman ibn al-Aswad, i cili thot: banorët e Medinës janë detyruar të marrin pjesë në luftë me një ushtri. Kjo fjala është në khilafetin e Abdullah ibn Zubairit, i cili në një periudhë ka qenë pris i Mekës dhe Medinës, dhe kanë qenë konflikt me Shamin. Atëherë thot banorëve të Medinës, banorët e Medinës janë urdhëruar që të bëjnë një ushtri të marrin pjesë në luftë. Dhe ky person thot fekte të bitu fihi.
ju më regjistru edhe unë, mesin e personave që do të marrë pjesë në luftë, edhe unë. Atëherë thot, e takova Ikrimen, rahimahullah, dhe e njoftova që më regjistru, edhe unë të marrë pjesë në luftë. Fenahani e shedden nej. Më kanë ndalu me fjallët më të repta, më qërtuse. Sot dhe më ka thonë, më ka tregu Abdullah ibn Abbasi. Ikrimi është një nga nxënësat e Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu. Sot më ka tregu Abdullah ibn Abbasi se disa njerëz nga besimtarët, nga muslimanët, kanë qenë me pabesimtarët, duke shtu numrin e idhujtarëve, pra mushrikëve në Mekë. Dhe ka ndodhur që të vjen thot një shigjet dhe ta godet ose të vritet dikush prej tyre. Atëherë thot ka zbrit ajeti kuranor, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, me të vërtetë ata të cilëve melekët u marrin shpirtin duke i bërë zullum vetes tyre. Kush janë këta? Qale fima kuntum, melekët i pyesin, ku ishit ju? Ata çka thonë? Qalu kunna mustadafin fil ard. Jemi kon pa fuqishëm. Pra fjala është kanë mujt me bëj hijret. Ata janë arsyetuar që s'kina mujt me u largu me bëj hijret. Jena me të Mekë, jena detyruar tani na kanë detyruar pezon me dal me ta. Sot dhe u thojnë me lajket, elem të kun ardullahi wasi'a, a nuk ishte tokë Allahut e gjanë, fetu hajiru fiha, e të migranit prej saj. Normal, pe kësaj bojmë për jashtim, gratë, fëmija, plesht, s'ka mundësi me migru, po janë tri, janë fuqishë, mune me u largu, mos u bë pjesë, për ata Abdullah ibn Abbasi e bjen këtë ajet. Dhe kjo ngjarje që ka ndodhur. Sa dhe kanë shtu numrin e pabesimtarëve. Ata nuk kanë marrë pjesë me qëllim me luftu pejgamberin alayhis salam. Ata nuk kanë marrë pjesë me qëllim me kundërshtu pejgamberin alayhis salam. Po veç fakti që kanë shtu numrin e pabesimtarëve, kjo është ndaluar. Me mundësinë që ata ose duke pas mundësi të largohen dhe të bashkangjinden pejgamberin, sepse kjo hadith është qortues për ata që s'kan bë hijret. Mirë, po kjo është një prej pasojave të atyre që nuk janë largu. Se është shtu ose është duk numri i pabesimtarëve më i madh. Vazhdon ajeti, fa ulaika ma'wahum jahannam. Vendstrehimi i tyre është xhehenami. Wa sa'at masira, sa vendi që është ai. Dhe që të mos si kërstimi. Për ata, kjo është prej gjunave, që njeri të merr pjesë, edhe nëse ka qëllime të mira. Për arsye se fitnet kaoset vinë deri i jepet një ngjyrë që kishe është mos e madhe, numër i madh dhe tëra, edhe ajo pastaj shpërthon edhe vinë deri te pasojat edhe deri te vrasjet. Dhe pastaj gjithashtu autori sjell një hadith që është përmend edhe më herët, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë do të ketë udhëhec tek të cilët ka gjona të cilat i pëlqeni, për janë gjona të mira, mirë për gjona të cilat nuk i pëlqeni, se janë të këqija, fa men kariha faqad bari. Kush i urrejnë ato gjona të këqija që ishin ata, ai është liru nga përgjegjësia. Wa men ankara faqad salim. E kush i kundërshton ato, vetë ka shpëtu. Mirë po kush është mëkatar? Walakin men radiya wa taba. Mirë po ai i cili është i kënaqur me ato gjona të këqija ose me urdhrat e këqij që i urdhërojnë udhëhecit që vinë ndesh me shariatin e Allahut, kush është i kënaqur me to, i pason ato, atëherë ajo është ndaluar. Qalu afala tuqatilhum, nuqatilhum, mos ti luftojmë këta udhëhec, çfarë do të pranë? La ma sallu, jo përderisa ata falin namaz. Pra, përderisa janë musliman njerëzit falin namaz, me çfarë drejte e vranë dikan. Përderisa është besimtar. Gjaku i tij është i shenjtë, jeta e tij është e shenjtë. Andaj vrasja është prej mëkateve më të mëdha, meqenëse se ajo mund bëhet jo vetëm në kohë trazirat, po thon po në çdo kohë, në çdo fitnë, në çdo vend, në çdo formë,
vriten njerëz për qëllime ndoshta shumë të vogla, shumë të ulta, për diçka të dunjos, vriten tanaj edhe për qëllime shumë të ulta ose pa asnjë arsye, siç është çështja që vriten edhe fëmia në borkur në nënës vet me aborte të ndryshme, që bëhen e vrasje të lloj-llojshme të cilat mundin me ndodh, të gjitha këto janë nga mëkatet e mëdha dhe gjunohet e mëdha. E lutem Allah subhanahu wa taala na mbron dhe të na ruaj nga çdo fitnë, nga çdo sprovë, na bën prej atyre që i përgjigjen Allahut azza wa jall me kryerjen e urdhrave të tij dhe duke u larguar nga çdo ndalesë që ka ndaluar, e sidomos nga mëkatet e mëdha e gjunohet e mëdha. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.